وتلك المشاهد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول رب العزة والجلال في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplot. Falënderimi i takon vetëm Allahut, krijuesit gjithësisë. Vetëm Allahun falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatin ton dhe urimin më të mirë ja përcjellim të dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të nderuar dhe kushdo që e ka ndjekur, e ndjek dhe do ta ndjekë udhëzimin e tij sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar në fenë islame dhe ju teleshikues të nderuar dhe vëllezër dhe motra që na ndiqni nëpërmjet radios islame në internet, ju përshëndesim përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimi, mirësia dhe mëshira e Allahut të mëdhëruar qoftë mbi të gjithë ju. Sot, inshallah, me lejen e Allahut subhanahu wa taala, në këto minuta që kemi në dispozicion, do të flasim shkurtimisht për ajetin e Allahut që thot në Kur'anin Kerim: Ja eyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Thot Allahun i madhëruar në Kur'anin Kerim: O ju që keni besuar Allahun subhanahu wa taala. Allahu krijuesi i gjithësisë ua ka vendosur, ua ka bërë obligim agjërimin e muajit të shenjtë Ramazanit, ashtu siç ua kishte caktuar dhe popujve që jetuan përpara jush, dhe kjo është për t'ju vlerësuar dhe për të parë kush prej jush është më tepër i devotshëm tek Allahu, tek krijuesi i gjithësisë. Natyrisht sonte në këtë natë të parë që ne po marrim bazë për muajin e shenjtë Ramazanit, nuk është se do t'i trajtojmë të gjitha çështjet, por inshallah me lejen e Allahut subhanahu wa taala, gjatë netëve në vazhdim do të trajtojmë her pas here tema të ndryshme, ku do të përmendim mirësinë e këtij muaji të shenjtë Ramazanit, do të përmendim dhe argumente në të cilat Allahu subhanahu wa taala i shpalos ato në Kur'anin Kerim. Allahu thot në Kur'anin Kerim: muaji i shenjtë i Ramazanit është muaj në të cilin besimtarët musliman në mënyrë specifike e kanë të urdhëruar nga Allahu subhanahu wa taala që të adhurojnë në këtë lloj forme që ne adhurojmë sot Allahun krijuesin e gjithësisë. Domthon formën e agjërimit duke u ushqyer në mëngjes në syhyrën e hershëm dhe duke vazhduar gjatë gjithë ditës, duke qëndruar pa ushqim, pa pije dhe duke u sakrifikuar nga nevojat, ndoshta jetike ose të domosdoshme ose natyrale të njeriu gjatë ditës për të fituar kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, dhe kjo e bën besimtarin musliman që të qëndrojë deri në mbrëmje kur perëndon dielli duke duruar për Allahun subhanahu wa taala, duke u larguar nga ushqimet. Prandaj Allahu subhanahu wa taala thot: O ju që keni besuar, agjërojeni muajin e shenjtë Ramazanit. Kur ta shikoni hanën e Ramazanit, agjërojeni atë. Kur të vijë ky muaj, përgatituni shpirtërisht dhe moralisht që ju të jeni prej atyre besimtarëve, të cilët me devotshmëri arrin dhe përpiqen të ngrihen në shkallë të larta në xhenetet e larta. Pejgamberi Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot: kur vjen muaji i shenjtë i Ramazanit, Allahu subhanahu wa taala i urdhron shejtan që të lidhen gjithë me zinxhir. Pastaj Allahu subhanahu wa taala urdhron sërishmi që dyert e xhehenemit të mbyllen të gjitha. Pastaj
Allahu subhanahu wa ta'ala urdhëron që dyert e xhenetit të hapen të gjitha dhe të presin besimtarët musliman, ata që përpiqen të punojnë dhe të fitojnë kënaqësinë e Allahut, krijuesit të gjithësisë, dhe veçanërisht një derë e quajtur Babur Rayyan, dera e Rayyanit, e cila është vetëm për besimtarët musliman, të cilët janë të përkushtuar me agjërimin e tyre në ibadet ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Në një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, plotësues për këtë që tha më lart, thuhet që Allahu subhanahu wa ta'ala pranon lutjen që xheneti ja bën Allahu dhe thot: "O Allahu i madh, na zbukuro sa më shumë në këtë ditë të muajit të shenjtë Ramazanit, që besimtarë të cilët jetojnë tokë të fitojnë kënaqësinë tënde dhe të hyjnë në xhenetin e lartë." Pra vllai i nderuar, duke qenë kjo mirësi kaq e madhe nga Allahu krijuesi i gjithësisë, i cili fillimisht i mbyll xhint dhe shejtant, i mbyll ata me dryna, i mbyll ata me zinxhir, që ata të mos kenë mundësi të veprojnë siç veprojnë gjatë gjithë muajve të tjerë të vitit. Duke qenë që Allahu subhanahu wa ta'ala i mbyll dyert e xhehenemit, që besimtarët musliman, ata cilët janë gjunaqar, kështu si jemi ne, fitojnë kënaqësinë e Allahut dhe tanën më tepër tek puna e mirë të cilat të çon në xhenet. Për sa i përket aspektit të parë, ku Allahu subhanahu wa ta'ala i mbyll shejtant me zinxhira, thonë dietarët që shejtant në muajin e Ramazanit janë si shembulli i njeriut, dhe siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij, që shejtani lëviz në trupin e njeriut ashtu siç lëviz gjaku. Do me thënë shpejtësinë e gjakut, ashtu qarkullon dhe xhin dhe shejtan në trupin e njeriut. Mirë po në muajin e shenjtë të Ramazanit, dhe kur besimtari musliman dhe besimtarja muslimane janë të agjërueshëm, shejtani lëviz me ritme të avashta në trupin e njeriut. Ose nëse janë besimtarë të cilët në fillim të Ramazanit pendohen tek Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu ja leçon që shejtani mos kenë punë me të, por ne flasim për atë kategori të njerëzve të cilët kanë probleme të vazhdueshme me xhin, me shejtan dhe kategorinë e tyre. Pra është një moment i mirë për besimtarin musliman që ta sfidoj shejtanin, por përpiqet sfidoj dhe nefsin e tij gjatë ditës, dhe këtu në Zvicër është mjaft e gjatë dita. Dalësh në shtëpinë tënde mëngjes ta shikosh frigoriferin të mbushur plot dhe ti e sfidon nefsin tënd, sepse nefsi, thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim, nefsu është ammaratun bisu. Shpirti i njeriut, nefsi i njeriut gjithmonë e sundon njeriu nga e keqja. Gjithmonë nefsi e sundon njeriu nga e keqja, do me thënë gjithmonë e nxit atë. Dhe njeriu me nefsin e tij është në konkurrencë të vazhdueshme, kush e kush do të fitojë më tepër. Pra tham, del në saban në shtëpi, e len frigoriferin plot, e sfidon nefsin tënd. Kur nefsi kërkon të pi kafe, të pi gjëra të tjera të mira, natyrisht edhe gjërat e këqija i kërkon nefsi. Por njeriu besimtari musliman i bindur tek Allahu përpiqet ta sfidojë atë. Del në rrugë besimtari musliman dhe besimtarja muslimane. I jepen gjitha opsionet që ta prishë agjërimin apo ajo ta prishë agjërimin. Mirë po e sundon nefsin e tij apo nefsin e saj dhe nuk e prish agjërimin dhe thot elhamdulillah. Edhe nëse nuk e thot me gojë, dhe ne duhet ta themi me gojë, nëse nuk e thot me gojë, thot elhamdulillah, unë sot jam i agjërueshëm për hatër të Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe e sfidon rrugën me të gjitha harame dhe kategoritë e saj. E fton dikën shoku apo dikën nga gratë muslimane, e fton një grua, një motër, një shoqe për kafe ose për të hangur diçka, e sfidon shejtanin e mallkuar, sfidon dhe nefsin duke e sfiduar atë në formën e tij. Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë lloj mënyre e edukon besimtarin musliman. Nëse ne, besimtarët musliman, e themi shahadetin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, e themi për veten tonë, për të fituar kënaqësinë e Allahut në këtë botë dhe për të hyrë në xhenetet e larta. Nëse ne e falim namazin 5 vakte qofshin, e themi sërishmi për veten tonë. Nëse ne themi e falim namazin e sabahut në xhami, nëse ne themi e falim namazin e drekës në xhami, nëse ne themi e falim namazin e qindis në xhami, të akşamit dhe të yatsis e kështu me radhë,
Nëse ne falim dhe teravit në xhami, ne I falim ato për vete tonë. Dhe ne presim nga Allahu subhanahu wa taala ditën e gjykimit na falet, na mëshiroj si rrjedhoi kësaj pune dhe veprat e mira. Nëse ne I japim sadaka, nëse japim zeqatin, këtë japim për vete tona për të pashtruar shpirtrat tanë. Allahu subhanahu wa taala duke e përmendur në Kur'anin Kerim punën e zeqatit thot: o Muhammed, merri atyre zekatin njerëzve besimtarëve musliman, po tahirhum, ti pastrosh ti njerëzit, sepse me të vërtet zekati është pastrim për besimtarin musliman, sepse Allahu subhanahu wa taala e ka vendosur obligim me një mirësi të madhe. Dhe vetëm Allahu I din, për do të vi kohë do të flasim edhe për zekatin inshallah. Nëse ne, një besimtar musliman shkon hax, ai shkon vetëm për veten e tij. Shkon vetëm për veten e tij që të fitojë shpërblime nga Allahu subhanahu wa taala. Mirë po vëllezër të nderuar, ne kemi lënë një ndër kushtet e Islamit pa I përmendur ato. Tham para në kushtën e qenit musliman është ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Kushti I parë. Tham kushtin e dytë është të falësh namazin 5 vakte në ditë, obligim nga Allahu subhanahu wa taala. Kushti I katër është që t'japësh zeqatin për Allahun subhanahu wa taala, pastrosh vetveten tënde, thot Allahu në Kur'anin Kerim, të pastrosh dhe pasurinë tënde. Dhe kushti I 5 ishte të shkosh në hax për atë njeri që e ka mundësi. Pra u bën 4 kushte dhe ne sërish me lam një kusht pa e përmendur për të qenë musliman. Dhe kush është ai vëllezër të nderuar? Është agjërimi I muajit të shenjtë Ramazanit. Pra kushti I parë shahadeti, kushti I dytë namazi, kushti I tretë agjërimi I muajit të shenjtë Ramazanit. Thot Allahu subhanahu wa taala nga 5 kushte që I ka vendosur njerëzimit për të qenë musliman, 4 ja ka lënë që ato të veprojnë me veten e tyre, sepse mund të bëhen edhe sy e faqe. Unë apo cili do prej nesh mund thot ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Edhe si do thonë njerëzit? Musliman, sepse ne në mënyrën tonë të radhiturit në Islam I vlerësojmë njerëzit në bazë të asaj që shqiptojnë nga gojet e tyre. Dhe themi filani është musliman. Nëse dikon ne shikojmë duke fal namazin në xhami ose në ambiente të tjera, çfarë do të themi për të? Është musliman, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadithin e tij, nëse e shikoni dikën që e fal namazin me ju, dëshmoni për të se është musliman. Pra, edhe ai që e fal namazin është musliman. Edhe ai që jep zekatin është musliman. Edhe ai që shkon hax është musliman. Mirë po këto kanë një të veçantë vëllezër të nderuar. Këto mund bëhen gjitha për sy e faqe. Mund thush shahadetin ashhadu an la ilaha illa Allah për të patë dynjaja se filani është bërë musliman. Ndoshta në kohët moderne që ne jetojmë nuk është në luks I madh me thonë ashhadu an la ilaha illa Allah, sepse dynjaja ka ndryshuar pak. Ama para shumë vitesh në vendlindjen tonë, nëse dikush me I katun donte të martohej dhe të merrte një gru të mirë, ai thoshte shahadetin dhe u tregonte musliman, që dikush nga haxhilerta shikonte thoshte mashallah filani është djalë I mirë, te ja vajzën për gru. Edhe vishin në xhami për sy e faqe. Mund vi dikush në xhami për sy e faqe. Siç thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin Kerim, ka prej atyre njerëzve të cilët e falin namazin, mirë po sa për sy e faqe. Pra e para dhe e dyta mund t'i bëj njeriu për sy e faqe. Edhe zekatin mund t'a bëj pra për sy e faqe. Ne dëgjojmë her pas here që edhe dynja, përveç muslimanëve në botën arabe, po edhe në botën perëndimore, ka mjaft milionerë që japin shumë para. Japin për të varfrit, japin për ekipe, japin për këtë, japin për atë, thjesht që thotë që filani jep shumë parë dhe sponsorizues I madh është. Pra edhe kjo mund bëhet për sy e faqe. Vjen tek puna e haxhit, edhe kjo mund bëhet për sy e faqe. Ndërsa thot Allahu subhanahu wa taala në hadithin qudsi, illa saum. Përveç agjërimit thot Allahu subhanahu wa taala, ai është punë që e bën besimtari musliman dhe ma leni mua atë që agjëron. Ma leni mua thot Allahu subhanahu wa taala atë që agjëron. Nëse në dëshmin ton kur themi ashhadu an la ilaha illallah,
kur falim namazin, kur japim zeqatin dhe shkojmë hax, do kemi nevojë edhe për dëshminë e shokëve dhe miqve tanë. Do të kemi nevojë edhe për dëshminë e melajkeve të Allahut subhanahu wa taala. Do të kemi nevojë edhe për dëshminë e kësaj sejdë që kemi vendosur ballin në tokë për të falendruar Allahun. Do të kemi nevojë për ndërmjetësime dhe shumë gjëra, thot Allahu subhanahu wa taala, illa sawm. Përveç agjërimit thot Allahu, unë ditë vlerësoj dhe unë ditë shpërblej për atë njeri që është agjërueshëm. Pse vllai i nderuar, pse motë respektuar? Nëse ne tham i bëjmë për sy faqe këto 4 kushte të Islamit, ama agjërimin ne mund ta bëjmë për sy faqe. Shkojmë në frigorifer, i rrymë sy se mos ka një nga shtëpia e kthemi got ujë. Ose ham një çap bukë shkurt. Ama nuk na pa njerëzit. Allahu subhanahu wa taala na pa dhe na vështron. Në këtë agjërim, kur bën besimtari musliman, ai nuk rren më fare fisin e vet dhe shokët e vet. Përpiqet me rrejt Allahun krijuesin e gjithësisë. A bën vaki vllai nderuar? Sot në botën e zhvilluar nuk ke mundësi të rresh ose të gënjesh policin. Nuk ke mundësi të gënjesh pronarin e një lokali, një supermarketi, sepse ti ka vendos kamerat në çdo cep aty ku nuk e din ti. Dhe ai shikon kur ti e han, nëse punon në supermarket, e ha diçka që të pëlqen aty ti nëse mos shikoj pronarin. Nëse vjedhën diçka ti përpiqesh me e bë dhe nuk po të ruan dikush, për policia të ka pa me format e veta. Ecën shpejt në udhë, tuke ju është mirë, po tek ne djemë të rinë në mënyrë të veçantë, rrugës ecin mes qytetit, ecin me 80 me 100. Bëjnë gara me njëri tjetrin kush e kush ecin më shpejt. Ama këtu nuk kanë kurajë njerëzit ecin. Sepse thonë shikon radari aty dhe këtu kanë një vetit mirë që e shef sot këtu nesër e ke atje matan, nuk e di ku e ke radarin. Kështu dhe Allahu subhanahu wa taala na vërejton ne në çdo moment. Në çdo hap të jetës tonë, Allahu subhanahu wa taala është vëzhguesi ynë. Prandaj ai thot në hadithin kutsi, çdo punë e birit të Ademit është për të, përveç agjërimit që unë thot Allahu subhanahu wa taala shpërblej për agjërimin. Pra vëllezër të nderuar, duke ditë që është një vepër mjaft e veçantë, një vepër me cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas trajtuar dhe e ka pas praktikuar çdo ditë hënë dhe çdo ditë ejtë. Një vepër që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e praktikonte 3 ditë të bardha që ishin çdo muaj, kur bëhet hëna e plot. Një vepër që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Daudi alaihi salam agjironte një ditë po dhe një ditë jo. Një vepër me cilin Allahu subhanahu wa taala thot, aroma e gojës së besimtarit musliman, kur i vjen aroma e keqe, është më e dashur tek Allahu se aroma e miskut. Më e dashur se ajo aroma që mund të jetë më e shtrenjtë sot në botë. Allahu e don besimtarin musliman. Allahu e don atë besimtar që agjiron. Allahu rrin pranë tij në të gjitha format duke ndjekur në jetën e tij atë besimtar musliman që agjiron. Pra vllai nderuar, motë respektuar, duke ardhur në fund të kësaj ligjërate, le ta mbyllim me hadithin që tham në fillim të ligjëratës tonë, o besimtar musliman, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju ka ardhur një muaj i shenjtë. Janë mbyllur në të shejtant në pranga në zinxhir. Janë mbyllur dyert e xhehenemit, janë hapur dyert e xhenetit. Ja baqil khairi fa aqbil. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o ti njeri që don mirësi për veten tënde, drejtohu rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe këtu po e mbyllim me këtë fjalë pejgamberit, vëllezër të nderuar, motra të respektuara. Me të vërtetë fillimi i Ramazanit është sa të filloj, pastaj shumë pak na mbesin. Ecën shpejt Ramazani. Prandaj le të përpiqemi në këtë ditë që të fitojmë mëshirën e Allahut subhanahu wa taala në këtë botë, na regjistroj për besimtarëve që do të hyjnë në xhenet dhe çdo natë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ardhron Xhebrailin dhe melajket që t'i falin dhe i fal mjaft nga besimtarët musliman dhe i futet ata në xhenet. Elusim Allahun subhanahu wa taala që në netët në vijim të jemi ne prej atyre që Allahu do të na fal, do të na fusë në xhenetet e larta dhe do të na mëshirojë në jetën e kësaj dynjaje. Elusim Allahun subhanahu wa taala që agjërimin e kësaj dite të gjatë Allahu kabul na ketë bërë. Elusim Allahun subhanahu wa taala me emra dhe cilësitë e tij të veçanta që sonte në këtë natë të muajit Ramazanit të vdekurit tanë që i kemi në varre, Allahu t'i falë dhe t'i mëshirojë. Varret e tyre t'i bëj kopësh për kopshëve të xhenetit.
E lusim Allahu subhanahu wa taala që të vdekurit tan t'i falë, t'i mëshirojë dhe në xhenetet e larta inshallah ditën e gjykimit të gjithë ata t'i çojë. E lusim Allahun subhanahu wa taala për vëllezërit tan, motrat tona, të afërmit tan, miqt tan dhe kudo që i kemi që janë të shëndetshëm dhe të sëmur, Allahu t'i falë dhe t'i mëshirojë dhe inshallah agjërimin e muajit të shenjtë Ramazanit me ibadet t'ja lehtësojë dhe inshallah në xhenetet e larta gjithë bashkërisht na çojë dhe botën e trazuar Allahu subhanahu wa taala drejt paqes, lumturisë së vazhdueshme ta udhëzoj. E lusim Allahun me emra dhe cilësitë e tij të veçanta na lehtësoj çdo ditë nga ditët që na kanë mbetur nga muaji i shenjtë Ramazanit. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحياة ومنك المشاء